Jemi rikthyer kështu në pjesën e dytë të emisionit se çfarë po ndodh në Mitrovicën e Jugut dhe apo bëhet qeveria Konjufca 1. Do të diskutojmë me një panel të ftuarish siç e paralajmëruam edhe krejt në fillim të emisionit, i cili përbëhet nga politologu Dërajet Imeri. Dërajet, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit për juve dhe kënaqësi që jemi bashkë me Azdrenin. Dhe të smuar. Panelistin e dytë e prezantoi vetë Dërajeti, është Azdren Bytyqi, avokati. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën Azdren. Faleminderit për Po nisim me juve. Edhe përshëndet Dërajeti. Po nisim me juve. Si po i shihni gjitha zhvillimet në Mitrovicën e Jugut, sepse realisht ka shumë zhvillime. Fletvotime me numra serik të ndryshëm, fletvotime pa numra serik fare, po kërkohet rivotim, në anën tjetër prokuroria ka dhënë lejen që të vazhdoj vijimi i numërimit të këtyre fletvotimeve. Si keni parë gjitha këto ngjarje? Unë nuk dëshiroj që të paragjykoj vendimin e PDAP-s dhe Gjykatës Supreme eventualisht lidhur me vendimin eventual nga ankesa e parashtuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Mirë pa ajo çka mund të konstatoj dhe që është fakt notor deri më tani është që ka ekzistuar një proces i manipulimit përkatësisht i blerjes dhe i organizimit të votës. Ajo që është minimalisht evidente është që ka pasur të organizuar një skemë që quhet Treni Bullgar, e cila skemë fillon përmes organizimit jashtëm të votuesve që vendoset një votë e falsifikuar dhe pastaj vota zbras kthehet kurse ajo futet në kuti dhe kësaj garantohet votimi i kandidatit zakonisht në shkëmbim të favoreve ose pagesa financiare ose interesave të caktuara. Kjo ka qenë karakteristik për Kosovën, por përgjithësi edhe për vendet e Ballkanit dhe kjo zakonisht vjen nga grupet fuqishme politike, parti politike, të cilat i përdorin grupet e interesit, grupet kriminale, komplet aparatin shtetëror për të bërë të mundur një fitore të domosdoshme dhe një garantim të votës nga votues të caktuar duke ndikuar në vullnetin dhe në fshehtësinë e votës. Sa i përket çështjes se a do të anulohen zgjedhjet në tërësi apo jo, kjo është në diskrecion të organeve gjyqësore të drejtësisë mbi instancat zgjedhore, në këtë rast PZP dhe Gjykata Supreme, që varësisht nga gjetjet dhe shkolla e shtrirjes së këtij sistemi, këtij organizimi, kësaj skeme organizative të manipulimit të votave, përkatësisht votimit të organizuar, sepse ne nuk kemi të bëjmë me vjedhjet votave, kemi të bëjmë me organizim dhe ndërhyrje në vullneti, pra një dije paraprake dhe një blerje potenciale votave përmes skemës së Trenit Bullgar. Për tash është diçka e re për Kosovën, sepse po dyshohet që vetëvendosja është partia që ka organizuar këtë skemë. Zakonisht vetëvendosja ka ardhur në pushtet si rezultatin e diskursi historik ndaj partive që kanë qenë më rënd pushtet si PDK-ja, e cila në 2010 i ka vjedhur mënyrë mbi logjike, domethënë duke i thyer edhe matematikat me 120% vjedhje në Skenderaj, edhe zakonisht zgjedhjet kanë shku duke u përmirësuar cilësia atyre, demokracia atyre, në pavarësia dhe organizimi mirëfell dhe ku ka pasur votë pa cënuar, mirë po këta herë është treguar që pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat që i ka në dispozicion, edhe paron publike, edhe forcën, edhe aparatin shtetëror për të detyruar një fitore të imponuar në Mitrovicë me një dallim për 2315 votave që janë si rezultat ndoshta edhe i kësaj skeme të organizuar, edhe si rezultat i politikave të suksesshme sociale, të rritjes së pensioneve, të skemave sociale, mbështetjes skemave sociale, mbështetjes për studentë dhe për gratë leona që janë kategori kritike dhe cilat janë kjo ndërhyrja e shtetit është shumë e rëndësishme për jetën e vet dhe ka qenë vendimtare, mendoj sidomos në një rajon si Mitrovica që është edhe qyteti me numrin më të madh të individëve të cilët marrin mbështetje sociale, por në rajon jashtëzakonisht i varfër. Natyrisht që unë nuk është që e marrë vesh shumë këtë fushën e së drejtës, por fol nga perspektiva politologjike, është tepër e rëndësishme që zgjedhjet të jenë fair dhe demokratike. Është gjëja më fundamentale që vullneti i popullit që të konfirmohet në votë dhe
të mos ketë, si ta themi, asnjë ndërhyrje. Sot unë besoj që për te fitores së humbjes është gjëja më e rëndësishme që sot ne mund të konstatojmë është se a është ky vullneti real i qytetarëve të Republikës Kosovës, përkatësisht komunës së Mitrovicës, i konstatuar përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe çështjet pastaj të penalit, se çështjet e tjera se si kanë mundur të organizohen ose jo, nuk mund të komentoj sepse nuk e njoh e as drejt e di që e njeh më mirë këtë fushë. Por në një konstatim të shkurtër, treni bullgar sido që tjetë nuk mund tjetë efektiv për me boni diferencë shumë të madhe, sepse në kuptimin e praktikës se si mund të shtruhet. Vetëm se duhet supozohet që një person ka një flet votimi cili merret nga jashtë, bëhet vota dhe pastaj duhet të kthehet një flet e pastër dhe kjo nuk kupton që duhet dalet sidomos jashtë qendrës së votimit, të takuar njerëzit, të mobilizohen, të kthehet prapë në qendrën e votimit, të marrë disa minuta dhe nëse kthehet në minuta brutë gjatë ditës nuk mund të kaloj një shifër që mund tjetë përcaktuese për fitoren. Nuk duhet ta përligje veprimin në asnjë rrethon, por si procedurë nuk mund tjetë efektive për me prodhu rezultat, do të thoja me diferencë të thellë. Vetë fakti që ekziston, edhe nëse konstatohet që ka pas diçka të tillë, natyrisht që damkos deri në rivlerësim, do të thoja, procesin zgjedhor, nëse vendos paneli për ankesa dhe parashtresa. Por ka kundërargumente ndaj kësaj. A mund që dikush, supozojmë, të mos votoj? A ka të tillë që eventualisht të mos e kenë pasur të volosur flet votimin, sepse në qendrat e votimit nuk janë veç komisionerët, nëse zgabohem, po janë edhe përfaqësuesit e partive politike dhe mundësia që të ketë diçka të tillë për mua është minore, po jo inekzistente. Nuk jam autoriteti i fundit që përcaktoj këtë, fatmirësisht është Komisioni Qendror dhe pastaj edhe paneli për ankesa dhe parashtresa, më fund edhe Gjykata Supreme ka mekanizma të bollshëm institucional. Por në perspektivën e vullnetit politik, në perspektivën e demokracisë përfaqësuese, në perspektivën e organizimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve, kjo mund të kemë çfarë të flas. Dhe nisim nga e para. Gjëja më fundamentale në demokraci është kontrata. Kontrata në politikë është arrihet përmes votës. Pra është besimi në mes të dy palëve. Nuk ka gjë më fundamentale se kaq. Dhe kjo kontratë duhet bëhet në mirëbesim të plot dhe nuk mund të lejohet, si ta themi, keq përdorimi i saj, as nga një subjekt politik ose nga një strukturë politike. Edhe humbësi i zgjedhjeve tash është i dëmtuar, por edhe fituesi i zgjedhjeve nuk mendoj që mund të qëndroj, si ta themi, shumë i kënaqur me këtë që ka ndodhur. Sepse po supozojmë nëse nuk ka ndodhur fara asgjë, diskursi politik do të na shoqërojë edhe për një kohë të gjatë se si është arritur deri te ky rezultat, sepse oponenca politike do ta përdorë si argument për një kohë të gjatë, do ta dëmtoj edhe këtë fitore të arritur nëse do të mbetet e tillë. Në anën tjetër humbësi i zgjedhjeve, edhe ai ka të vështirë, edhe ta pranojë rezultatin, nga që supozon se ky rezultat nuk është produkt i vullnetit të qytetarëve. Çfarë duhet të bëjmë në këtë mes? Në këtë mes ka kaluar përtej politikës tashmë. Dhe prandaj e keqja është se ka dalë në një rrafsh tjetër atë që është gjyqësia edhe në disa raste edhe çështje penale. Prandaj kjo nuk është arena ime pastaj. Kjo është arena e avokatit që mund ta trajtojë se si mund të sqarohet si çështje, por në kuptimin e politikut unë besoj që zgjedhjet në Mitrovicë duhet të sqarohen më një herë. Fituesi i zgjedhjeve duhet që ta ketë një mandat që është burim i vullnetit politik të njerëzve. Unë besoj që nëse ka mundur të posedohet treni bullgar e dëmton imazhin e zgjedhjeve, por nuk ka mundur të bëj këtë rezultat kaq të thelluar, sepse praktikisht, teknikisht është e pamundur që të prodhohen 2356 vota, sa është diferenca, ju lutem të më përmirësoni nëse jam gabim, është e pamundshme matematikisht të bëhet një rezultat i tillë. Gjithsesi, nuk po e legjitimoj, nuk po e arsyetoj dhe nuk arsyetoj në asnjë rrethon. Sa i përket barkodeve, i njëjti rast kishte ndodhur edhe në Gjakov, janë njoftuar dhe kjo më leton pak në kuptimin se ndoshta edhe në komunat e tjera kemi pasur raste të ngjashme. Por që nuk janë evidentuar. Ndoshta ka nevojë për një rinumërim, ndoshta do të mund të përmbysen disa rezultate dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë vendim veç për Mitrovicën, por do të marrë vendim edhe për Gjakovën, do të marrë vendim edhe për raste të tjera që duhet t'i verifikoj nëse eventualisht kanë ndodhur shkelje të tjera. Tëra e çfarë ka rënë në sy është se në fletvotimet me numra serek të ndryshëm ka pas vota të cilat kanë qenë edhe në emër të për të dy kandidatët, po, për të dy kandidatët në të njëjtën kohë. Dhe si rrjedhoi në një bisedë që patëm pak më herët me deputetin Artan Berami, i njëjti tha se to supozoj mund të kenë ndodhur ose të jenë bërë qëllimshëm nga lëvizja vendose, në mënyrë që të shfaqsohet deri diku dhe të tërhiqet vëmendje, të mos lihet hapësirë për të dyshuar. Gjalli qëndron në detaje.
dhe natyrisht që skena e krimit duhet që të jetë sa më perfekte për t'ju bashkangjitur fantazisë. Por unë nuk e besoj që dikush ka mundur të jap para për shembull për të votuar dikë ndryshe. Kryesisht kjo nuk ndodh. Dhe prandaj kjo është ndoshta gjykimi që ka një parti politike. Unë e kuptoj zoti Bajramin, ai duhet ta prezantojë qendrimin e partisë politike të tij, por ne duhet të flasim nga një gjuhë, do të thëja përtej partijake, që duhet të jetë edhe arsyeshme, besoj. Unë konsideroj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përkatësisht paneli për ankesa dhe pashtresa, duhet të japë një përgjigje të shpejtë. Përgjigjja duhet të jetë profesionale dhe bindëse, në mënyrë që të gjitha palët ta kuptojnë që ky rezultat është i qëndrueshëm. Duhet të merren mësimet për të ardhmen dhe të merren çdo vendim tash që konsiderohet i arsyeshëm që të ruhet integriteti i pasunueshëm i zgjedhjeve. Po, qartë. Ndërkohë, Ka është e rëndësishme për të shtuar është që gjykatat i kanë disa parime i bazën e cila marrin vendime. Dhe në këtë rast çfarëdo vendimi që jetë, duhet mirën mbi parimin e proporcionalitetit dhe që vendimi të jetë i domosdoshëm dhe i përshtatshëm për të arritur qëllimin. Në këtë rast, në rast se ne kemi të bëjmë dyshime mbi për 20, 30, 40 votime të cilat kanë kode të ndryshme që mund të dyshojnë që ose janë pjesë të skemës së trenit bullgar, ose janë pjesë e gabimit teknik në shtypjen e tyre, sepse mund të jetë treni bullgar ka mund të funksionojë edhe në Gjakov, edhe komuna tjera ndoshta nuk i kanë vendosur vëmendjen e dur, sepse kanë qenë dallimet, nuk kanë qenë komuna tjera, nuk kanë pasur përplasjen edhe vëmendje sikurse në Mitrovic ku ka qenë 50-50, po ka pasur një parashikim edhe para prak që mund të fitoj kandidati i cili ka fitu, dhe zakonisht dallimet në komuna tjera janë më të mëdha, përfshirë Gjakovën, prandaj tensioni nuk ka qenë i madh. Sido që të jetë, mendoj që vendimi do të jetë proporcional dhe dallimi mes 2315 votave dhe 20-30 votave që mund të jenë qoftë pjesë e skemës, qoftë pjesë e gabimeve teknike, mendoj që nuk do të mund të prodhojnë rrëzimin e gjithë procesit, mund të shpallin ato vota të pavlefshme, mirë po jo edhe në tërësi procesin, sepse pastaj nuk do të ishte proporcionale, do të cënonte vullnetin e lirë të qytetarëve, sepse nuk kemi një dallim mes dy kandidatëve për 20 vota ose 25, por 2315 vota dhe nuk ka kontestim mbi falsifikimin ose mbi numrin e pjesëmarrësve në secilin vend votim, nga se secili vend votim i ka pasur edhe komisioner vëzhgues edhe të Partisë Demokratike dhe partive tjera. Pra, ajo çka është evident është që numri daljeve ka qenë shumë më i madh dhe është treguar se kemi pasur një politizim shumë të madh gjendjes në Mitrovic, një investim shumë i madh nga ana e kryeministrit, edhe në angazhimin kohë duke qëndruar atje, po edhe në masat duke përdorur buxhetin e shtetit për të stimuluar këto kategori nevojë, e cila mendoj ka pasur një ndikim vendimtar jo vetëm Mitrovic, po edhe në Fushë Kosovë dhe në Bileqt, ku ka dhe shumë minoritete dhe ku ka varfëri të madhe. Dhe si rezultat i saj, mendoj që nëse duhet flasim drejt, dhe për shembull për neve 100 euro nuk bojnë e fare impakti të madh një për një avokat, për një doktor, për një profesor universitar, për një grua që i ka 3-4 fëmijë, edhe që i ka një rrogë e ka në shtëpi, ose për një pensionist, ose për një student, ose për një familje që është skemë sociale, është një impakt shumë i madh. Edhe ata e prekin politikën e kryeministrit, edhe si rezultat i saj gjykojnë bazë të mira materiale cilat përfitojnë nga qeveria dhe nuk gjykojnë në mënyrë, nuk kanë mendim politik, sikurse mund të kemi ne, që mund gjykojmë gjanat më ndryshe. Njerëz kanë prioritetet mbjetesës, edhe çdo ndihmë ekonomike është e mirëseardhur, në qoftë qeverisë për kujt do tjetër, dhe kjo ka qenë evidente mendoj Mitrovic dhe ka qenë stimulimi mendoj përcaktues se zotëri Faton Peci përkundër koalicionit PDK-s me AK-n edhe me LDK-n, edhe pse kanë qenë pak ata krejt 3-4%, edhe me Turqit, domethënë arriti që me bëni përmbysje të madhe edhe me fitu me 2315 vota. Mendoj që në parim nuk do të mund, nuk besoj, nuk dëshiroj që të paragjykoj dhe të ndikoj në vendimin që do të marrin PZP dhe gjykata supreme, sepse ai do të jetë objekt ndoshta edhe i analizës tonë të më vonshme, mirë po nuk besoj që në bazë këtyre parimeve mbi proporcionalitetin dhe domosdoshmërinë, çfarëdo lloj vendimi për të arritur qëllimin, do të cënohet apo minohet vullneti i votuesve deri në mos që të anulohet i gjithë procesi për 20, 30, 40
vota që mund të jenë pjesën e skemit të një treni bulgar. Po, megjithatë ende jemi në pritje të një vendimi të BZAP-it, gjithsesi derisa po ndodhin gjitha këto zhvillime në Mitrovisë të Jugut, në anën tjetër po rrjedha fati i konjufsës dhe kanë mbetur edhe 8 ditë prej kur edhe duhet që brenda këtij afati të mbahej edhe seanca. Azran, çfarë pret realisht duke ditur se nuk kanë ndryshuar qëndrimet e partive politike gjatë ditës së djeshme, TVN ka kontaktuar sërish me AK-n dhe të njëjtit kanë thënë se nuk kanë vot pro konjufsës, të njëjtën gjë e tha pak më parë edhe deputeti i PDK-s, qëndrojnë pra me qëndrime të njëjta. Çfarë pritet? 99.9% jemi në zgjedhje, nuk ka vullnet dhe nuk ka vendim të shtyhet apati i qeverisë zotit Kurti edhe përmes një qeverie apat shkurtër të konjufcani deri në mars ose deri në prill deri në zgjedhjen e presidentës. Mendoj që këto zgjedhje dietore do të jenë përcaktuese, ndoshta do të kemi një balans të forcave. Unë nuk pres lëvizje të rendite në partive, pres rënje të lëvizjes vetëvendosje, forcim të dy partive opozitore dhe duke kthy një balans që partia tretë do të jetë partia përcaktuese të një koalicioni stabil qeverisës mes një shumice shqiptare dhe minoritetit jo serbe, dhe i cili mund të jetë edhe ndoshta baraspesha eventuale dhe për ndarjen e peshës të pushtetit mes presidentës, mes kryeministrit dhe mes kryeparlamentarit. Mendoj që nuk ka rrugë tjetër, sepse jemi në një pozicion që as opozita nuk mund të, dhe nuk ka vullnet, po dhe nuk i ka numrat për të bërë një qeveri alternative që u këtë deri në mars, por po ashtu nuk ka vullnet që ti shtohet jeta, do më thonë një qeveria fashkurte, zotri Kurti që ndronë pozicionin që është udhëheci real, po që e vendos do të nglau konjufta si kryeministër. Mendoj që buxheti do të vazhdoj sipas ligjit për financat publike, buxheti aktual dhe ku parash ligjit që secili 1/12 e buxhetit ndohet në proporcion për secilin muaj dhe vazhdon i njëjti buxhet pa u bërë ndryshimi i saj. Po, Dore? Apo bëhet konjufsa një? Ata e dinë që s'bëhet, edhe prej kush, edhe kur e kanë nominuar, e kanë ditë që kjo punë nuk bëhet, sepse nuk mund të prodhohet rezultat ndryshe me veprimet e njëjta. Nëse ju nuk bashkëqeverisni, nëse nuk bëni marrëveshje, nëse nuk ofroni vende në një qeveri për ta, është e vështirë që të mendohet ndryshe. Por veprimi është për ta përdorur në zgjedhje, kjo duket qartë. Sepse do të prezantohet që nëse betejë ka qenë me mua, unë nuk kisha më në garë, e dhash një opsion të dytë, për qëllime afat shkurtra, për qeverie përkohshme, kushtimisht, deri në një moment të përshtatshëm dhe për dalë në zgjedhje në raport me zgjedhësit e tyre që ne ose të tjerët që ne ofruam një alternativë. Kjo konsideroj do të jetë e gjitha, por në raport se ku do të vendosen partitë politike, zgjedhjet në nivelin lokal mund të konstatojmë që prodhuan se do të jetë një përshtypje se nëse një parti politike ka pasur 15 komuna që ka shkuar ose në balotazh ose ka fituar disa prej cilave në raundin e parë, nuk vreqe lëvizja vetëvendosje përtej bllokadës që u bë e që shumë kush ja faturoi asaj, të ketë rënje të madhe që të jetë e papërfshirë dhe pa llogaritshme në zgjedhjet e ardhshme. Dhe një gjë është e sigurt. Sado që lëvizja vetëvendosje mund të rritet ose mund të bie, nuk mund të bëhet asgjë pa një koalicion të madh. Kjo është formula e parë. E dyta, nëse lëvizja vetëvendosje ka 41 deputet, do të jetë përcaktuese edhe për qeverinë, edhe për kuvendin, edhe për presidentin. Matematikisht është kjo, sepse ajo pastaj me deputetët e saj do të përcaktojë mbajtjen e seancës për zgjedhjen e presidentes. Një gjë është pozitive, sepse ne kemi edhe një post në kuadrin e ndarjes së detyrave. Mbahen zgjedhjet dhe janë 3 poste. Kjo do të ishte joshëse për ndonjë subjekt politik që ndoshta të ndjehet e përfaqësuar në nivelin e më të madh institucional. Supozoj që partia e parë mund të insistojë tek kryetari i qeverisë, përkatësisht kryeministri, ndërkaq kryetari i kuvendit dhe presidenti mund të hyjnë në kombinime politike. Për mua kjo është varfëri, sidomos zgjedhja e presidentit. Ka qenë vazhdimisht kështu për jashtëzonjen Jahjaga që po ashtu erdhë si një implantim nga jashtë, nga një vullnet do të ja i sforcuar, sidomos i amerikanëve, kur e pa që ne i bëm bërlog, dhe ne tashmë kemi ardhur gati në fazën e njëjtë.
ku kemi filluar gati nga zero sistemin tonë politik dhe do të ndahen detyrat. Në nivelin lokal i kemi ndarë, pushteti do të besoj nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh, do të certifikohen rezultatet, pushteti lokal do të fillojë të funksionojë, do të ulet pak kjo gjua do të thash ndarëse, polarizuese, efekti i zgjedhjeve lokale u arrit, konsideroj që në zgjedhjet lokale me disa përjashtime të vogla për dallim nga niveli qendror, gjua ka qenë deri diku e pranueshme, kandidatët më serioz, më fjalë matur, arritën rezultat më pozitiv, edhe kjo është një tregues që në zgjedhje duhet me marrë fjalët shumë mirë kushdo që hyn në të, dhe në fund ne tashmë jemi para një situate ku të gjithë duhet ta lexojnë drejt rezultatin. Dhe rezultati është ky. Nëse Lëvizja Vetëvendosje i ka 41 deputet, ajo është përcaktuese. Nëse Partia Demokratike e Kosovës është këtu ku është dhe rritet, do të nënkuptoj që ka deficite në leadershipin e saj të brendshëm në nivelin më të lartë të saj. Unë nuk besoj që do të ketë një ndryshim shumë të madh të rezultatit. Nuk besoj. Një ndryshim që mund ta ndryshojë skenën e tërësishme politike të vendit, sepse nuk u prodhua diçka, nuk ndodhi diçka jashtëzakonshme. Nuk pat ndonjë protestë, nuk pat ndonjë farë angazhimi të shtrëngueshëm opozitar. Dhe nuk po vrej prej tyre që janë gatshëm ndoshta për një sakrificë politike. Sot zoti Abdixhiku tha që ne jemi të hapur për çdo parti politike shqiptare. Dhe tashmë fillon të zbutet diskursi. Sepse e din ata që nuk mund të shkojnë më lart sa 1 ose 2 deputet më shumë. Dhe ata ku kanë Mehmet në pozicionet aktuale politike. Nuk mund të sabotojnë rezultatin e zgjedhjeve. Çfarë ka ndodhur? Ne vërse se kena kuptuar çai bjen. Mi pos 48 deputet. Se kena kuptuar. Lëvizja Vetëvendosje ose ka fituar zgjedhjet krejt një herë, ose ka hyrë në bashkëqeverisje me LDK e u ndajtën mas pas të 2 ditëve. Pra s'ka përvojë në këtë farë pune. Edhe po dëshmohet e pa përvojë. Për mua, Lëvizja Vetëvendosje është dashti më rrinë urat. Me këto vota, me 50 sa deputet, 56 deputet, një lider politik më pragmatik e kish bë ndryshim të rendit kushtetues këtë vend. Jo më vetëm se ta themi për një koalicioni. Po them edhe pak me sarkazm, por edhe po them si gatishmëri për me prodhuar rezultat, për me prodhuar kompromis. Kam thënë një herë dhe përmbyllë sepse as drejtë mund të ketë argumentet e tij. Vetëm në një ishull i vetëm si Robinson Crusoe s'ki nevojë me bë kompromise. Duhet me shkruajt edhe një vepër Daniel Defoe për me thonë që tash nuk ki nevojë për kompromise. Se ti është vetë i dyti, duhet kompromis. S'ke arrit veç vetë. Dhe kjo është konsideroj mësimi që duhet ta kuptojnë skena jonë politike. Azdren, në anën tjetër, a beson që realisht, sepse kemi thënë disa herë në studio që praktikat e të kaluarës e kanë dëshmuar këtë, se edhe mund të ketë ndonjë deputet të ndonjë partie të caktuar politike që mund të votoj pro Konjufcës, marr parasysh se Konjufca si politikan edhe është më i pranueshëm për shumicën e deputetëve. Mund të ketë ndonjë, mirë po doën shumë, këtë rast doën 5 deputet, edhe është e vështirë me besu që do të bëhen 5 deputet. Unë e kuptoj që deputetët kanë dëshirë që të arrujnë mandatin e tyre, sepse nuk kanë garanci që në zgjedhjet e ardhshme do të mund të rifitojnë mandatin. Mirë po është evidente që ajo është pikë me dyteja, sepse nënkupton humbjen e strehes së qenurit pjesë e partisë politike e cila i ka sjellur deri në kuvend. Dhe atë për një afat të shkurt, për një qeveri që ka... Do të respektohen vendimet e udhëheqësve të partisë. Unë mendoj që aty vetëm zonja Geci mund të ketë, mund vendos sipas vendimit që mund ta bëjnë babai i tij ose familja e tij, sepse ashtu kanë dhënë edhe deklarata. Mirë po sa i përket deputetëve tjerë nuk e besoj. Unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme, partia e tretë do duhet që në çfarëdo situate të përcaktohet të hyjë në koalicion, qoftë me partinë e parë fituese e dytë. Ajo çka unë besoj që do të jetë partia e tretë e rritur do të jetë Lidhja Demokratike, po e cila mendoj që duhet ta tejkaloj atë iluzionin mbi madhështinë mbi vetveten, që do të kthejë Vladimir Abdixhiku në numrat dhe në mitizimin e figurës së Ibrahim Lugovës, që është i pamundur. Dhe në këtë rast duhet në emër të stabilitetit dhe funksionimit institucional duhet bëj kompromis, qoftë në një koalicion potencial me Partinë Demokratike apo me Lëvizjen Vetëvendosje dhe të pranoj verdiktin e votuesve në pozicionin dhe forcën politike të cilën ja përcaktojnë kuvend, sepse mendoj që ekuilibri i forcave, qoftë mes LDK, PDK dhe të tjerë, ose mes Vetëvendosjes, LDK dhe të tjerë,
është shumë e rëndësishme për një stabilitet afatgjatë institucional, qeveritar, e funksionimin e parlamentit, zgjedhjen e presidentës, sepse mendoj kjo do të ndikoj shumë edhe në avancimin e Kosovës në aspektin ndërkombëtar, në avancimin e planeve për zhvillim ekonomik, zonave ekonomike, thirrje të investitorëve të huaj, e njëkohësisht edhe në ndarjen e mirë buxhetore, projektet investive, si edhe në vetë percepcionin e popullatës mbi gjendjen në vendin tonë, që mendoj që kjo gjendje e pa institucione ka ndikuar shumë edhe në shëndetin mendor dhe shpirtëror qytetarëve, të cilët janë një lloj krize për shkak të destabilitetit shtetëror i cili ndikon edhe në jetën e tyre, dhe mendoj që kjo duhet kalohet dhe duhet kemi një qeveri stabile, sepse nuk kemi kohë me hup, shumë kemi hup dhe Kosova ka shumë sfida për shkak të cilës i duhet qeveria, dhe mendoj që njerëzit tashmë nuk e kanë dënimin, nuk do ta kenë të madh për një parti në rast se bën koalicion me parti tjetër, sepse mendoj që edhe vetëvendosja me këto zgjedhje e fundit lokale ka kuptuar që me arrogancë nuk e don popullin, edhe mendoj që Kurti do të ketë ndoshta edhe një pushat tjetër, që t'i ushqej elektoratin e vet, në mënyrë që të mos përdor terminologji dhe gjuhën atemuse ndaj opozitës në mënyrë tillë që të vendos mure të betonizume që e bën të pamundur çfarë do lloj bashkëpunimi, një herë që do të ketë zbutje nga të dy anët. Azdren. Do më thonë njëra Albana, pastaj vllazën. Kjo është një paradoks i papranueshëm për nivelin intelektual kryeministit. Do më thonë politikë, unë e kuptoj që euforia mund të nxjerrë nga goja lloj-lloj fjalësh, mirë po duhet të kesh maturi sepse duhet ta njohësh fuqinë tënde. Nëse i ke 50% ti mund të plasësh si dush, se i ke numrat. Po kur je nevojli, duhet sillesh si nevojli, me përurësi dhe me kërkesë ndaj partive opozitare. Kjo gjuhë mendoj që e ka penguar shumë dhe i ka irrituar shumë edhe votuesin dhe elektoratin dhe bazën mbështetësit partive opozitare, duke pamundsuar çfarë do lloj bashkëpunimi në këtë fazë. Zgjedhjet tashme mendoj që pozicioni i forcave do të përcaktoj se kush me këtë do të jetë koalicion, mirë po që mendoj që role maker do të jetë Lidhja Demokratike që do të jetë përcaktuese dhe mendoj do duhet jetë patjetër partneri i cili do kombinimi qeverisës qoftë me PDK-n qoftë me vetëvendosjen. Po, dhe një pyetje të fundit. Doraja, duke qenë se gjatë ditës djeshme u raportua edhe për kalimin në grupin parlamentar të AK-s të Duda Baljes. Si e pet, çfarë do thotë kjo për AK-n realisht, duke qenë se ka pasur shpesh mendime mbi atë se është e rrezikshme për të shkojë e vetme në zgjedhje pa një koalicion paraprak. Shumë mirë që ke bërë këtë pyetje Doranti, se ata AK-s kanë njerë po preken, natyrisht nuk është gali që preken, po do të kuptojnë argumentin politik. AK-ja e ka lënë pragun nëse nuk dalin mbi 1 milion veta në zgjedhje. 50.000 vota AK-ja i mbledh. Nëse dalin 1 milion veta, 5% janë 50.000 vota. Nëse dalin mbi 1 milion zgjedhës në zgjedhje, pastaj rreziku është që nëse ajo nuk shkon proporcionalisht me marr 60.000, 70.000 vota, mund të rrezikohet. Pra t'ja sqarojna njerëzve, pragu nuk është sa dojna na, po pragu është në raport me daljen në zgjedhje edhe votat e tua. Prandaj qytetarët e Republikës Kosovës, kur e përmendin pragun e kanë më shumë të krijuar si iluzion nga politika sesa nga një lexim reale të re. Pra Aleanca për Armërinë e Kosovës është stabile në elektoratin e saj. Kjo dëshmuar se ka 85.000 vota në votat për asamble. Okej, e kuptojmë që ato mund të mos jenë për subjektin, por janë për familjen e kështu me radhë, deri diku është e qëndrueshme kjo. Por ky subjekt politik mund të qëndrojë në skenë stabile nëse i ka minimumin 50.000 vota, sepse nuk besoj që dalin mbi 1 milion veta në zgjedhje dhe mbije që mbi 5% i ka domosdoshmërisht. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, tash na duhet neve përkatësisht Aleancës që ta ketë së paku 6 deputet për të bërë një grup parlamentar. I ka 5 vet, e i duhet edhe një Duda Balje, edhe në këtë mënyrë ajo fiton disa të drejta që janë për grupet parlamentare e jo vetë ekskluzivisht veç për deputetët. Sepse ata kanë drejtën e fjalës, pra kur në procedurat e brendshme të Kuvendit të Kosovës, të gjithë deputetët kanë drejtë fjale, por kur është fjala e organizimit të parlamentit, grupet parlamentare kanë disa përgjegjësi më shumë sepse marrin pjesë në punët e Kuvendit, çështja e parë, çështja e dytë, kanë drejtën e deklarimit si grup parlamentar,
kanë zyrat e veçanta të cilat i ndihmojnë ata për punën, për mobilizimin e kështu me radhë, dhe janë shumë çështje teknike të cilat i ndihmojnë një partie politike që siguron që arrin të ketë grupin e vet parlamentar. Aleanca ju larguan Nisma, nuk e di ku mbeten Nisma me të pa grup parlamentar, tashmë me Duda Baljen arrin numrat e nevojshëm për to. Përtej kalkulimeve, përtej llogaritdhënieve, përtej faktit se do të prodhojnë një rezultat afatgjat ose jo, ose për mirë ose për keq, kjo është logjika që lidhet ekskluzivisht për grupin parlamentar. Tjetra sen që është me rëndësi me përmend, është se nuk e di sa të qëndroj gjatë. Në ndërkohë është një sfidë që pak po përmendet, në Kuvendin e Kosovës nuk ka dakordim për ndarjen e komisioneve, për komisioneve permanente. E këto komisione janë të detyrueshme pastaj për procedimin e buxhetit herë do kur ndodh ajo. Por nuk mund të procedohet buxheti pa komisione permanente funksionale. E partitë politike s'po arrin mu dakordu se si ti ndajnë ato. Edhe kjo e bën pastaj vendimarrjen në Kuvendin e Kosovës të pamundshëm, të paralizueshëm. Për shembull, projekt buxheti i Kosovës, projekt ligji i buxhetit duhet të kalojë domosdoshmërisht në komisionin permanente, komisionin për financa, komisionin për integrim evropiane, komisionin për legjislacion dhe komisionin për minoritete. Dhe këto komisione duhet t'ja japim dritën e gjelbërt pastaj për të shkuar në komisionet funksionale edhe për t'ju drejtuar deputetëve për amandamentim plotësim ndryshëm kështu me radhë. Por çka dua të them është se na kena ngjitur shumë dhe nuk është vetëm çështja që apo duhet me kryeministrin. Në as Kuvendin e Konstitucionit se kemi funksionar. Dhe kjo pastaj për mua flet shumë për krizën e madhe politike në të cilën realisht kemi hyrë. Azran, një koment të fundit për çështjen e AK-s. Nuk e di pse është bërë, ndoshta ti marrin benefitet e grupit parlamentar. Ata e deklaruar publikisht nuk e votojnë Everin Konjukta, por deklaruar do të do të Haradina. Nuk besoj që i hojnë fjallë qatë shpejt, edhe mendoj që ata do të shkojnë, janë të gatshëm, edhe gjitha grupet që të shkojnë në zgjedhje, dhe ashtu si që tha dhe parafolqin fillim, mjaft mire, sqaroj që këta nuk kanë bë asnjë ofertë. Zotni Konjukta nuk ka bë ofertë të bashkëqeverisjes qoftë të përkohshme deri në mars ndaj cilës do parti. Si kryeministër, pra zoti Kurti ka bë atëherë ndaj Nismës dhe ndaj LDK-s, LDK-ja ka refuzuar, kurse Nisma ka kërkuar më shumë se sa që ajo, më shumë se sa që kanë qenë gatshëm këta t'i ofrojnë, por unë besoj që OK-ja nuk do të luajë pozicion dhe mendoj që është i gatshëm shkoj zgjedhje sepse ka konsoliduar pushtetin komunat cilat i ka pas dhe ka bazën e vet elektorale. Tash me kon shkon koalicion ajo çështje tjetër, Nisma besoj që do të shkojë me LDK-n. Mirë, po a do të shkojë me PDK-n OK-ja, tash këto janë vendime cilat i marrin udhëheqja e këtyre partive. Azran, të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje direkte. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që ishit prezenca. Faleminderit shumë Drajetit dhe Azrenit, ndërkaq nga këtu ne shkëputemi për pak minuta publicitet e më pas kthehemi për pjesën e fundit të